Banorët e lagjes 1 Maj kërkojnë zgjidhje për situatën e rëndë dhe të vështirë të krijuar pranë banesave të tyre. Kanali që duhet të qarkullonte për ujërat e bardha aktualisht nuk e kryen një funksion të tillë, ndërsa është kthyer në një vatër infeksioni, teksa është mbushur me ujëra të zeza dhe të ndotura. Kanali kalon përmes rrugës kryesore duke prekur më shumë se 25 familje, ndërsa nuk është kryer lidhja e tij me banesat dhe kanalin kryesor. Shqetësimi vijon prej më shumë se 10 vitesh, ndërkohë që banorët pranojnë se e kanë përcjell këtë shqetësim pranë shoqërisë aksionere të ujësjellësit, por dhe pranë bashkisë, ndërsa nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Banorët pranojnë se situata mbetet problematike, duke vështirësuar jetesën e tyre, ndërsa kanë kërkuar ndihmë dhe nga Blu Televizion për të bërë prezent situatën dhe duke shpresuar në zgjidhjen e problemit. Problemi është ky kanal. Që kur u bë zgjadja, ky kanal këtu është bërë për të grumbulluar ujërat e bardha. Ky nuk grumbullon as të bardha as të zeza, vetëm zeza tash që kanë filluar punimet. Sepse nuk kanë bërë lidhjen nga ky kanal me ato të gjadës më atan se dilte ndet ky ujërat e bardha. Si vjet erdhën bën ato lidhjet me për ujërat e zeta nga puseta. Tash erdhën i kanë bërë këto punimet, jo që janë bërë skandal këtu, po i kanë lënë pa lidhur me familje, i kanë lënë hapët në tokë. Dhe ujërat kthehen ujërat e zeza dalën në kanal. Nuk kanë rrjedhje tjetër, nuk kanë kundë. Juve ujërat e zeza ju përfundojnë në shtëpi? Duhet të futen brenda në shtëpi. Këto që janë nivel më të ulët, futen brenda. Tu ne po bëjmë një vite sa po që ka filluar këto ujërat e zeza. Sepse edhe kanali që është bërë këtu është pa dalje. Mbledh ujërat e xhadës dhe është si mbledhës, ujë mbledhës, jo ujë shkarkus. Nuk është bërë lidhja me kanalin kryesor apo jo? Me linjën e rrugës Sazani nuk është lidhur. Ky është bërë gjoja për ujërat e bardha, as ujërat e bardha se kjo as ujërat e zeza. Ska as dalja ande as ande. Është bërë si punë korrite. Ja, mbledh ujërat këtu dhe këtu qëndrojnë ujërat. Për ta ankurjem janë kurte ku ujësjellësi neve erdhën bërën këtë ata. Bën lidhje me këtë se këtu ishin të lidhura me këtë kryesoren. Ato edhe i kanë lënë pa lidhur me banesat. Tashti ajo deri në far kohë pa mbushur, domethënë pa u ngritur ujërat në toksore që mirë, nuk dilte. Tashi ka filluar të dalin ujërat e zeza këtu. Inxhinieri më tha që do vi ta shoh. Ja kjo që zgjidhja. Do vi ta shoh në terren. Kanali i ujërave të bardha tha nuk është ynë, thashti bashkisë. Kurse ujërave të zeza i kemi bërë. Ujërat e zeza ja ku janë. Ja kjo është përgjigje. Problemi ton është kjo, ujërat e zeza 1, ujërat e bardha 2 edhe ujë pishëm 3. Në të tëra vendet ka kaluar ujë pishëm, vetëm këtu te ne nuk ka kaluar. Për arsye se nuk e marrin vesh. Edhe këtej 500 metra më tutje ka vajtur në të tëra këto lagjet prap ka vajtur. Kjo është rrugë kryesore. Këtu kalojnë janë me dhjetra, me qindra, mund të them. Edhe turistë tuaj që vinë, kanë zënë hotele këtu e tëra. Punë e kanalit. Kanali i ujërave zeza, vun pusetën ndërmjetëse këtu. Këtu nuk më kanë bërë lidhje fare. Lagja 1 Maj përfshin një komunitet të gjerë banorësh, ndërsa rreth 25 familje ndihen të shqetësuar drejt për drejt mbi situatën e krijuar nga kanali që kalon pranë banesave të tyre, i cili është kthyer tashmë në një vatër infeksioni.